Në këtë edicion do të ndiqni. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama konfirmoi se mësuesit e Kosovës do të vaksinohen në Shqipëri, pas kërkesës së kryeministrit Albin Kurti. Oda mjekëve të Kosovës shprehu mirënjohje për punën e mjekëve të institucioneve të ndryshme shëndetësore të rajonit të Gjakovës, të cilat kanë kontribuar në luftën kundër COVID-19. I pranishëm ishte edhe kryetari i Odës së mjekëve të Kosovës Pleurat Sejdiu. Pas emetimit që u bë ditë më parë pullës postare për Mantelbardhët, sot simbolikisht ajo është promovuar edhe në spitalin e Gjakovës. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore. Gjatë 24 orëve të fundit rezultojnë 975 raste pozitive. Në Gjakov kanë dalur edhe 37 raste të reja. Numri i rasteve pozitive dhe vdekjeve nga COVID-19 vazhdon të jetë i lartë dhe brengosur si pasojë drejt për drejt e neglizhimit të masave. Mjekët të stërngarkuar në spitale po luftojnë kundër këtij virusi tinzar e shkatrimtar, me tërë fuqinë e tyre profesionale e njerëzore. SHPK përsërit thirrjen për zbatimin e të gjitha masave të përgjithshme dhe specifike për mbrojtjen nga pandemia COVID-19. Me zvoglimin e kontakteve do të bëjmë të mundur ndërprerjen e përhapjes së infeksionit. Në veçanti bëjmë thirrje për zbatimin e rekomandimeve dhe respektimin e masave kufizuese për aktivitetet publike, përkatësisht kufizimeve për grumbullimin e qytetarëve dhe tubimeve publike. Grumbullimi i qytetarëve pa maska dhe pa mbajtje të distancës shton rrezikun e përhapjes së infeksionit, përderisa virusi SARS-CoV-2 pozitiv është prezent në mesin tonë, thuhet në njoftim. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë një takimi në Rogozhin konfirmoi se mësuesit e Kosovës do të vaksinohen në Shqipëri, pas kërkesës së kryeministrit Albin Kurti. Rama u shpreh se jemi krenar që po ndihmojmë Kosovën dhe pas vaksinimit të mjekëve do të nisë tashmë edhe vaksinimi i mësuesve. Ne jemi shumë krenar që po ndihmojmë edhe Kosovën, që po ndihmojmë mjekët. Që po ndihmojmë mjekët e Kosovës. Dhe më çoi një mesazh kryeministit të Kosovës, Albin Kurti, duke më falenderuar e duke më thënë që me që ata morën disa mira vaksina dhe do vaksinojnë mjekët, do dëshironte që ne të ndihmonim për mësuesit. Po i thash, patjetër. Ne do t'i japim ato që duhet dhe që mundemi që të vaksinohen edhe mësuesit e Kosovës. Kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë Rama drejtoi akuza edhe ndaj kundërshtarëve politik të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, duke thënë se po bëjnë fushat kundër vaksinimit, duke ngjallur ankthe e pasiguri tek njerëzit. Ndryshe në Shqipëri prej ditësh ka filluar vaksinimi masiv në tërë vendin dhe sipas autoriteteve po bëhen nga 20.000 vaksinime në ditë. 51 të infektuar në shtëpinë e personave të moshuar në Prishtinë janë të evidentuar deri më tani, kështu tha drejtoresha Raza Liçkaj, duke shtuar se të gjithë banorët rezident që jetojnë në këtë institucion janë në listë për të marrë vaksinën kundër COVID-19. Liçkaj tha se asnjë nga rastet e prekura me COVID-19 nuk ka përfunduar me fatalitet, si dhe gjendja e të moshuarve është stabile. Deri me tani gjithsej kanë qenë të infektuar 51 rezident dhe një numër shumë i madh i stafit. Mirë po fatmirësisht gjithë kanë kaluar mirë, nuk kemi pas raste të vdekjes nga COVID-19 as nga rezidentët as nga stafi, fatmirësisht. Tutja e thotë se nuk kanë pasur probleme me furnizim të barnave. Furnizimi medikamente ka qenë i mirë, nuk kemi pas probleme për arsye se furnitori është i kontraktuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, me material mbështetës dhe mbrojtës jemi furnizuar nga Ministria e Shëndetësisë, na kanë pas shumë parasysh dhe i kanë realizuar pothuajse gjitha kërkesat tona. Jemi shumë falënderues. Liçkaj tregoi që gjatë pandemisë kanë kërkuar edhe staf vullnetar dhe praktikant që të kenë më të lehtë punën dhe menaxhimin me të moshuarit, sidomos gjatë përballjes me COVID-19. Oda i mjekëve të Kosovës shprehu mirënjohje për punën e mjekëve të institucioneve të ndryshme shëndetësore të rajonit të Gjakovës, të cilat kanë kontribuar në luftën kundër COVID-19. I pranishëm ishte edhe kryetari i Odës së mjekëve të Kosovës, Pleurat Sejdiu.
Oda mjekëve të Kosovës shprehu mirënjohje për punën e mjekëve të institucioneve të ndryshme shëndetësore të rajonit të Gjakovës, të cilat kanë kontribuar në luftën kundër COVID-19. Kryetari i Odës së mjekëve të Kosovës, Vlera Cediu, tha se kanë vendosur që të ndërrojnë gjithë personelin mjekësor, duke ju ndarë dekorata institucioneve dhe jo emrave të përveçshëm, pasi që kështu ndërrohet i gjithë personeli. Puna që e kanë bërë punëtor shëndetësor, sepse këto mirënjohje janë për punëtor shëndetësor dhe jo për menaxherët, sepse menaxherët janë pjesë e kësaj pune, por sa për punëtor shëndetësor, pa dallim në institucionet ku me të vërtet kanë treguar në heroizëm gjatë këtij një viti, kanë arritë edhe këto ditë të mbi ngarkohen, po përkundër mbi ngarkesa, mbi lodhjeve, qoftë fizike, qoftë psiqike, me përballje me shumë mungesa në trajtim edhe në mbrojtjen e tyre. Përfaqësuesit e institucioneve shëndetësore u shprehen falendërues për dekoratat, duke thënë se kanë bërë punë ekipore dhe do të vazhdojnë të jenë në shërbim të qytetarëve. Urojmë, shpresojmë ta kalojmë pandeminë më shpejt, edhe gjitha këto tema që u diskutuan të realizohen në mënyrë që profesionistëve shëndetësorë të krijohen kushte në institucionet ku punojnë, të investohet më shumë në shëndetësi, që këta mjekë punojnë në vendin e vet dhe mos të migrojnë të shkojnë në vende të tjera. Unë jam në gjendës kombëtare, do t'ju falenderoj për këtë mirënjohje, të pas parasysh që vjen prej Odës mjekëve, dhe njëherë për një institucion i kaq të rëndësishëm për ne, dhe nga një njeri i cili është shumë meritor që ne si institucion ekzistojmë dhe jemi në këtë gjendje ku jemi. Oda mjekëve të Kosovës nderoi edhe kontributin ndër vite të mjekëve të cilët janë pensionuar së fundi, duke ju ndarë dekorata. Me këtë rast, edhe profesionistët shëndetësor të sapo pensionuar vlerësuan se kjo është një përkraje morale për punën e bërë. Përballja me pandemin ka qenë e vështirë dhe sfiduese për personelin, përkundër kësaj, ne do të vazhdojmë punën dhe nuk do të kursehemi për asnjë qytetar, u tha me këtë rast. Pas emetimit që u bë ditë më parë pullës postare për Mantilbardhët sot simbolikisht, ajo është promovuar edhe në spitalin e Gjakovës. Me që gjithë bota po përballet me pandemin globale COVID-19, Posta e Kosovës ka promovuar pullën postare në ndërim të Mantilbardhëve. Janë këta që në ditët më të vështira e që ende janë duke shërbyer për qytetarën ndaj zhdukjes së COVID-19, u shprehen përfaqësuesit e Postës së Kosovës në Gjakov. Posta Kosovës si kompani publike e Republikës tonë në shenjë respekti, falënderimi, ka fillu me misionin e vetë për shpërndarjen e pullës postare me motive herojit Mantilbardh. Do thonë në shenjë respekti, në shenjë falënderimit gjithë stafit mjekësor që bëjnë këto rrethana, këto sakrificat jashtëzakonshme për popullin tonë. Drejtori i Spitalit Regional Isa Grezda në Gjakov, Hilmi Shala, ka falënderuar përfaqësuesit e postës për këtë promovim. Është nderim i madh për ne dhe Mantilbardhët, është shprehur ai. Ne falenderojmë Postën e Kosovës për këtë nderim që i ka bërë gjithë personelit shëndetësor të gjithëve. Është një mbështetje e madhe morale që vazhdohet lufta me Covid derisa ta fitojmë luftën. Përfaqësuesit e të dy palëve thanë se do të jenë në gjendje gatishmërie për çdo gjë që nevojitet në këtë kohë pandemie. Për javë të tëra në kontinentin e Australisë nuk kishte të infektuar me virusin korona, por këto ditë në njërin nga shtetet u shfaqën 2 të infektuar me këtë virus. E se si ishte situata aktuale, atje na njeh bashkëqytetarja jon Blerina Dula, e cila prej vitesh jeton atje. Për muaj të tërë në kontinentin e Australisë nuk kishte të infektuar me virusin korona, por këto ditë në njërin nga shtetet u shfaqën 2 të infektuar me këtë virus. Se si është situata aktuale atje, na njeh Blerina Dula, e cila prej vitesh jeton në atë kontinent. Duhet ta ceki se që nga rastet e para që paraqiten në fillim të vitit të kaluar dhe deri më tani kemi pas rreth 29.000 raste në total dhe vetëm 909 fatalitete. Pra në përgjithësi vendi ka një numër shumë të ulët të rasteve me COVID-19 në krahasim me vendet e tjera të zhvilluara. Tani kanë kaluar disa javë apo mund të them në disa zona edhe disa muaj që nuk ka pas raste të reja në krahasim, domethënë me vendet e tjera.
përpos disa qytetarëve që janë rikthyer në Australi dhe ata janë të detyruar të hyjnë në karantinë për një periudhë 2 javore. Para një 2-3 dite dolën 2 raste në qytetin e Brisbaneit dhe domethënë qeveria lokale reagoi menjëherë duke e futur të gjithë qytetin në izolim dhe siç duket i tërë qyteti do të jetë në izolim deri pas pashkve, domethënë në qyteti ka 2.2 milion banor dhe menjëherë janë futur në izolim. Dhe po ashtu është anuluar një ndër koncertet më të mëdha që është afër aty në Byron Bay që quhet Blues Fest. Ajo tregoi edhe masat që po i marrin autoritetet atje që të mos ketë të infektuar. Shteti e ka menaxhuar disa gjëra që i ka bërë që ne të jemi, domethënë COVID free në Australi, domethënë si mas fillestare ka qenë dalimi i fluturimeve ndërkombëtare në fillim nga vatrat dhe zonat të cilat ishin që konsideroheshin domethënë si vatrat virusit, edhe pastaj mbas datës 20 mars të gjitha fluturimet ndërkombëtare janë anuluar dhe ende domethënë nuk ka fluturime ndërkombëtare dhe nuk dihet se kur do hapen kufi. Flitet se do hapen ndoshta nga muaji tetor, mirë po në qoftë se situata nuk rregullohet në Evropë dhe Amerikë, unë nuk dua të jem pesimiste, mirë po dua të them se ndoshta kufit hapen nga viti 2022. Jeta është shumë mirë, është normale, dua të them se në Australi domethënë tani kanë filluar të mbahen koncerte të ndryshme, teatrot janë të hapura, kemi different musicals, kemi festivale të ndryshme. Handa Opera që është një ndër më të njohturat është hapur, duhet ta ceki se si vjet domethënë këngëtarja e parë ndërkombëtare që performoi në Australi është këngëtarja jon Rita Ora në festivalin e Mardi Gras, që ishte një moment shumë i veçantë, fantastik. Dhe po ashtu për herë të parë domethënë gjatë situatës që kishim me Covid, një tenor ndërkombëtar ishte dhe është për momentin duke performuar tenori Ram Lahaj. Domethënë pak a shumë jemi rikthyer jetës normale. Që nga marsi, 29 mars, nuk kemi nevojë të mbajmë maska. Po ashtu dua ta ceki se ka qenë shumë e rëndësishme se është krijuar një aplikacion zyrtar nga qeveria i cili quhet The COVID App Safe, domethënë për ta ngadalësuar përhapjen e virusit COVID-19 dhe me plot informata, përditësime dhe po ashtu e kishim një check-in elektronik dhe kodeve QR ku gjatë vizitës domethënë në dyqane, kafene, transporte publike, restorane të tjera ne duhet ta bëjshim check-in nëpërmjet telefonit duke i futur të dhënat personale. Për këtë arsye, domethënë qasja shpejt elektronike me dhënat personale ndihmonte departamentin e shëndetësisë që ta lajmëroj çdo që ka qenë në kontakt me një person me Covid gjatë vizitës së mëparshme në atë lokal apo ndërtesë. Një gjë tjetër Lili ishte se në çdo vend shumica bizneseve matja temperaturës ishte bërë detyrueshme nga persona fizik ose masit elektronik ka qenë të temperaturës në çdo cep për domethënë në distanca. Tani kemi edhe vaksinimin që ka filluar dhe ka mbi se 500.000 që janë domethënë vaksinuar dhe këto pak a shumë domethënë luajnë një rol që ne të kemi një jetë normale. Jeta po zhvillohet normalisht, të shprehur Blerina, e cila uroi që shpejt edhe Kosova të rehabilitohet nga kjo situatë e rënduar. Ish-ministri i zhvillimit ekonomik të Kosovës, Valdrin Luka, tha se ndërimi i shpeshtë i qeverive ka dëmtuar zhvillimin e shumë proceseve energjetike. Tutje ai thekson se është e nevojshme që të ndërtohet një termocentral modern, duke shtuar se Kosova A duhet urgjentisht të mbyllet. Raportet nga Parlamenti Evropian Kosovën nuk e nxjerrin mirë në menaxhimin e ambientit dhe energjisë. Luka tha se nuk ka pasur ndonjë ndryshim thelbësor për të përmirësuar menaxhimin e ambientit dhe të energjisë. Ne sot kur po flasim akoma jemi me disa politika të vjetra që tash në vendet perëndimore që kanë marrë masa më drastike. Ndërto për shembull janë investime më radikale temin në sektorin e energjisë eficiencës. Pra, ne kemi nënshkruar marrëveshje ku jemi zotuar që Kosova t'i përmburë disa kriteret sa i përket eficiencës energjisë, kurse ato akoma nuk janë përfunduar. Po ashtu ne dim sot që shumica shtëpive ngrohen gjatë dimrit me thëngjell, dhe një gjë e tillë është ndoshta ndotësi më i madh gjatë kohës së dimrit të cilë gjithë qytetarët vuajnë nga ndotjet që kemi sidomos ne këtu në Prishtinë, mirë po edhe në të gjitha qytetet e tjera, dhe nuk është bërë ndonjë plan konkret në menaxhimin e kësaj situate.
Tutja i propozon që hidrocentrali i ri të ndërtohet në bashkëpunim me sektorin privat, jo të shfrytëzohen paratë publike. Kemi po ashtu zotim ka Shqip Bashkimet Evropian se ne do të mbarim hapa për mbylljen e Kosovës A, dhe kjo normalisht nuk mund ta lëj Kosovën pa energji, nuk mund të varemi ne vetëm në Kosovën B dhe të jemi tërësisht importues të energjisë elektrike. Prandaj kjo duhet të ndiqet me një plan më konkret për ndërtimin e një termocentrali modern. Termocentrali jo domosdoshmërisht i madh, mund të jetë më i vogël, mirë po që e plotson kërkesën të paktën vendore, mos jemi ne shtet që varemi nga importi duke pasur gjitha këto burime natyrore të thëngjillit. Mirë po forma se si mund ta bëjmë termocentralin e ri, pra Kosovën e re mund të ketë mënyra të ndryshme, pra mund të jetë propozimi jam dhe ideja që gjithmonë që përpara duhet bëhet përmes sektorit privat, sepse mund ta shfrytëzojmë kapitalin privat për ta ndërtuar një gjë të tillë dhe jo paratë publike, sepse paratë publike kemi ku të dërgojmë në vende të tjera në arsim, shëndetësi dhe ekonomi. Kurse tash ta shohim politikën e ardhshme. Politika e ardhshme ka favorizuar dhe ka përmendur që të bëhet një gjë e tillë me investime publike. Ish-ministri Luka tha se nëse ka bashkëpunim të ngushtë me faktorin ndërkombëtar, ndihmat për këtë sektor mund të rriten. Sa i përket për shembull ambientit, sa i përket për shembull menaxhimit, rritjes së investimeve në eficiencë të energjisë, në energji të ripërtërishme, si dhe në menaxhimin e thëngjillit për djegje private, këtu ka qasje në mekanizma financiar si grante, po edhe kredit të buta të panumërta. Pra jashtëzakonisht shumë. Po vetëm kërkohet një koordinim më i mirë me faktorin ndërkombëtar. Ish-ministri i Zhvillimit Ekonomik të Kosovës tha se ndërimi i shpeshtë i qeverive ka dëmtuar zhvillimin e shumë proceseve energjetike. Disa nxënës të gjimnazit Hajdardushi në Gjakov organizuan disa aktivitete për fëmijët dhe të rinj me sindromën Down. Këto aktivitete janë prezantuar në objektin e qendrës Hendikost në Gjakov. Jeta Regja, profesoresh në gjimnazin Hajdardushi dhe disa nxënës të kësaj shkolle kanë organizuar disa aktivitete për fëmijët dhe të rinjët me sindromën Down. Këto aktivitete janë prezantuar në objektin e qendrës Hendikost në Gjakov. Kemi mi organizu një aktivitet modesta quaj ashtu, që ka me zgjatë dikum 50 minuta, edhe që ju kushtohet pikërisht personave me sindrom Down. Aktiviteti përmban fillimisht një hyrje, ose më thonë një prezantim të shkollës tonë, gjimnazit Hajdardushi, pastaj ka mu shfaq një film i metrazhit shkurt, film dokumentar i cili është prodhimi i Dokufestit, është filmi Fëmijë Hanës, bëhet fjalë për një person me sindrom Down, edhe që tregon për gjitha ato çka i përjeton, pra për pëlqimet që i ka, për frikrat që i ka, është një film shumë interesant. Pas filmit ka mu zhvillu pjesa e diskutimit, edhe këtë në fund vajzat e kanë organizu një lojë për personat me sindrom Down. Aola Goranci, nxënëse pjesëmarrëse, thekson se ka qenë nderë të punojë për këta fëmijë dhe të rinj që falin aq shumë dashuri. Jemi shumë krenar, jemi shumë të emocionuar edhe të gëzuar se jemi bë pjesë e një familje kaq të bukur si me personat me Down syndrom. Edhe gjithçka po shkon shumë mirë edhe deri tash nuk kemi pas asnjë problem gjatë realizimit edhe shpresojmë gjithçka të shkojë mirë. Arbër Gjara e vlerëson këtë kontribut për fëmijët dhe të rinjt me sindromën Down dhe vlerëson faktin që këto aktivitete po shpalosen këtu. Është ndërmarrë një iniciativë për fëmijët me sindromën Down. Faktikisht si iniciativë ka qenë parapone që të zhvillohet në kuadër ditës ndërkombëtare të fëmijëve me sindromën Down, që ka qenë 21 marsi, mirë po për çështje teknike është duhet që ta organizojmë sot. Dita botërore e sindromës Down është 21 marsi, por për shkak të pandemisë kësaj radhe u shënua sot. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndami të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama konfirmoi se mësuesit e Kosovës do të vaksinohen në Shqipëri, pas kërkesës së kryeministrit Albin Kurti.
Oda mjekëve të Kosovës shprehu mirënjohje për punën e mjekëve të institucioneve të ndryshme shëndetësore të rajonit të Gjakovës, të cilat kanë kontribuar në luftën kundër COVID-19. I pranishëm ishte edhe kryetari i Odës së mjekëve të Kosovës, Pleurat Sejdiu. Pas emetimit që u bë ditë më parë pullës postare për Mantelbardhët, sot simbolikisht ajo është promovuar edhe në spitalin e Gjakovës. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë informacione na ndiqni edhe në portalin syrivisvision.tv. Mirupafshim.